Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar direkt edhe në rritjen e çmimit të biletës të transportit publik në 4 qytetet e qarku Dibër. Linja ndërqytetase ka rritur më shumë vlerën e çmimit të biletës. Një bilet udhëtimi Peshkopi-Tiranë më parë ishte 500 lekë, ndërsa me rritjen e karburantit ka shkuar në 600 lekë. Nga Buqiza në Tiranë çmimi është rritur po me 100 lekë, duke shkuar nga 300 lekë në 400 lekë për pasagjer. Po ashtu rritja e çmimit të biletës ka pësuar edhe linja e transportit publik Burrel-Tiranë, ku bileta e udhëtimit ka shkuar nga 400 lekë në 500 lekë për pasagjer. Qytetarët thonë se kjo rritje ndikon direkt në buxhetin e tyre familjar, pasi janë rritur vetëm çmimet dhe jo të ardhurat. Shtresa që goditet më shumë janë pensionistët dhe ata që trajtohen me ndihmë ekonomike, pasi ju janë rritur shpenzimet. Ata kërkojnë ndërhyrjen e shtetit dhe kompensimin e rritjes së shërbimeve dhe produkteve. Jam rritë cifra, jam rritë. Dhe se ngrenë nafta, rruga e Tiranës, sa ngritë 1.000 lekë. Na ishim 1.000 kilometrë shilache. Or nuk e pranojmë, jemi mi pension, plak e plak, jemi në zera komplet. Po 1.000 lekë pra. Po në hajtë kaloj e këtë. Vështë e si sa dur. Bon nga dushet, e vim tu, burë ku 2.000, e 2.000 të e ma 4. Edhe kuptoje ku kemi rrasë, kuptohemi se të bëhemi ma mirë, nërë gjithë më belarë. Vesh me morë moshkot, marë me moshkot. Ushqime janë një katastrofë. Na jemi pensionista, së në dolim vesh rrugat e më të poshtë, të shkëm spital me dhishë shë marë. Ska më me harë me parë. Vesh me njëtë me vdek. Shteti, së të morë par mosë, par sjoje, jenë të horë vesh për vetë, jenë të vjetë për vetë, u lumë të ne ka vëzishë me thonë. Duke se kam po 4.000 lekë, 1.000 lekë ma tepër, nga 3.000, 4. Shumë keq. Loj lartës, loj 130.000 lekë, vetëm i lartë përdojë. Përveç gjanave tjera. Nuk i përvëllojmë do t'jo, po në ka zonë. Edhe çmimi i biletave të transportit publik nga fshatrat në qendrat e qyteteve është rritur, por me një vlerë më të ulët se çmimi i biletave të transportit ndërqytetas.